Pa një qeveri të re, vendi ynë e ka të sigurt vetëm një gjë: thellimin e krizës aktuale. Për herë të parë në jetën e vetë parlamentare, Kuvendi i Republikës nuk arriti ta legjitimojë me votë qeverinë e shtetit. Votimi të 26 tetorit i parapriu një krizë 6 mujore, e cila ishte rezultati i pamundësisë për ta zgjedhur kryetarin e Kuvendit. Viti 2025 do të mbahet mend si një vit shumica e cilit humbi në përpjekje për themelimin e institucioneve tona kushtetuese, Kuvendit dhe qeverisë. Përkundër kësaj, viteve të fundit, arritjet e Kosovës, të shtetit tonë, nuk janë të vogla. Po hymë në vitin e 5 me rritje ekonomike mbi 4% dhe disiplina fiskale po shkon duke u konsoliduar. Borxhi jashtëm ndodhet në pikën e tij historikisht më të ulët, kurse mbledhja e brendshme e tatimeve, bashkë me qarkullimin e bizneseve, ka shënuar rritje enorme. Në veri të vendit janë luftuar me sukses strukturat e Serbisë lidhura me krimin e organizuar si dhe me kontrabandën, kurse buxheti për mbrojtje është katërfishuar e po ashtu është rritur në për sektor vital të shtetit tonë. Në planin ndërkombëtar gjatë këtij mandati u mundsua lëvizja pa viza në zonën Schengen të qytetarëve tonë, kurse erdhën po ashtu edhe 3 njohje ndërkombëtare shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës. Këto janë bërë fal punës së mirë të qeverisë Kurti. Të nderuar kolegë, tash jemi në fazën e mandatarit të dytë për krijimin e qeverisë. Me këtë animozitet në spektrin ton politik, vështirë që do të arrijmë edhe një konsenzus për zgjedhjen e presidentit në muajin mars. Pa një qeveri të re, vendi ynë e ka të sigurt vetëm një gjë: thellimin e krizës aktuale. Përmes themelimit të kësaj qeverie, sot ne synojmë disa gjëra bazike për shtetin tonë. Së pari synojmë ta kursejmë Kosovën nga 2 palë zgjedhje eventuale. Do të ishte arrogancë ta çonim vendin tonë drejtën zgjedhje. Patëm zgjedhjen shkurt këtij viti, e pastaj 2 raunde zgjedhjesh lokale në tetor dhe në nëntor. Tash nëse shkojmë në zgjedhje të reja dhe në dhjetor, kush na garanton që do t'i shmangim ato edhe në mars? Nuk ka kurrfar garancie. E nëse kjo ndodh, institucionet duhet të jenë gjithnjë të përgatitura, ama për qytetarët tonë është raskapitse, për KQZ-n një sfidë të cilën kurrë nuk e kanë provuar, është e paprecedent, kurse për taksat e popullit edhe 8 milion euro tjera të harxhuara pa arsye. Të mos harrojmë po ashtu që ideja e domosdoshmërisë së një qeverie përmes mandatarit të dytë lindi pas dështimit të mbledhjes së kryesisë së Kuvendit. Në mbledhjen e parë të kryesisë së Kuvendit, lëvizja vetëvendosje propozoi që përmes një marrëveshje politike të themelohen trupat e Kuvendit, në këtë rast komisionet parlamentare, ashtu që ato së paku të mund të trajtonin buxhetin e ri të vitit 2026. Grupet parlamentare nuk u pajtuan, prandaj e vetmja rrugë është ezaurimi i mundësisë për krijimin e qeverisë në tentimin e dytë që i hap rrugë funksionalizimit të Kuvendit.